Përshëndetje dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pranë jush do t'jem unë Benita Musolli. Përshëndetje dhe mirë mbrëma, nga unë Malsor Fusha. Çuditërisht një përqindje lartë e popullsisë, rreth më shumë se 50%, besohet që përjetojnë cikël menstrual. Të gjithë këta persona detyrohen që të paguajnë 18% taks sa herë që blejnë produkte menstruale, pra një herë në muaj. Sikurse alkooli, çokolladat, kafet që taksohen 18%, shteti i detyron gratë dhe të gjithë personat që përjetojnë cikël menstrual që të paguajnë këtë taks edhe për produkte menstruale, pasi që këto produkte shteti konsideron si luksoze. Pse këto produkte konsiderohen jo esenciale, na shpjegon Anita në storien e përgatitur. Jo krejt gratë në Kosovë munën me pas shasje në produkte menstruale, edhe tash tu e llogariti që për 30 vjet çdo muaj kemi shpërndzu të paktën 5 euro me një produkt menstrual. Tendet janë po 2 ditë që peticioni është publik, kemi marrë mbi 4000 nënshkrime. Për me ble peceta higjienike, tampon ose një kupë menstruale me një çmime marramense. Krejt kjo pse qeveria ka vendos një herë një kohë mja vëndu një taks 18% produkteve menstruale, për të vetëm në arsye se nuk janë esenciale për jetën e njerëzit, janë luks edhe hajtë të konsiderojnë krejt çto të njëjtën hapësirë me duhan, me alkool edhe me plot produkte të tjera. Tu e bo shqetësen, qeveria e Kosovës ja ka pamundsu plot grave që me pos qasje të letë në produkte menstruale. Jo krejt gratë në Kosovë munën me pas shasje në produkte menstruale, për arsye se vetëm 14% e tyne janë në tregun e punës. Edhe tash tu e llogariti që për 30 vjet çdo muaj kemi shpërndzu të paktën 5 euro me një produkt menstrual, që t'nja lapsin, ideal, a munësh më mi qit poshtë në çmem? Okej, faleminderit. Tu e llogarit. Madje, diçka e mirë që ka ndodhur është keq për Kosovën, që nuk kena ma shtyp, gazetë na shtypuna, se ma herët nëse ke shkutin në dyqan, edhe ke ble peceta menstruale, a di qa ka ndodh, shqitë se në dyqan, është siguru që me mështjel me gazetë, prej asoj gazetës me ishti me një keset zez, prej asoj keset zez me ishti me një keset zakonshme të dyqanit ku ke ble ti, se është ka mare me të po rrugës që ti jetu ble peceta menstruale. Do me thonë, pecetat menstruale janë turp. Po, sot që ka ndodhur që organizatat qika, përmes një aksioni, është të kërku nga qeveria e Kosovës largimin e taksës 18% që i konsideron pecetat higjienike si luks, si jo esenciale për jetën e njerëzit. Qysh ka ndodhur kjo që këta qika po kërkon direkt nga qeveria me ndërhy që taksën të cilën e ka vendosur prej 18% me e largu. Njëjtë qysh kanë bërë shumë shtete tjera në botë, Zelanda Re, Kenia, Skocia, madje Skocia ka vendos që produktet menstruale t'jenë falas për të gjitha gratë. Organizata qika e ka fillu një peticion ku po kërkon nga qeveria Kosovës që me hek taksën prej 18% për produktet menstruale. Prej ka ardhur ideja edhe nevoja me bo këtë peticion. Po Anit, varfëria menstruale është një problem këç në shëndetësinë publike, jo vetëm në Kosovë, por në krejt vendet e botës. Përkundër politikave ndryshme që mundën ndërmarrë me apo me zbut varfërinë menstruale, në Kosovë një gjë e tillë nuk ndodh, edhe faktikisht produktet menstruale taksohen me 18%, pra hynë si produkte luksoze në ligjin për TVSH. A menoni që kemi arrit qëllimet që me largu taksën prej 18%? Definitivisht, edhe pse tash e 3 vjet gati prej që funksionojmë, kjo ka një pi kritikave që u përsërit konstant prej organizatës tonë, nuk është që kemi marrë përgjigje prej institucioneve, mirë po kësaj herë është ndryshe edhe besojmë që ka me pas një reagim edhe një vendim që faktikisht e largon këtë taks. Tendet janë po 2 ditë që peticioni është publik, kemi marrë mbi 4000 nënshkrime, edhe po besojmë që ky numër i madh i zhdashme i shqetësu institucionet përgjegjëse. Ky hap i parë është veç një përparim tepër i vogël në krahasim me çka kanë bërë shtetet tjera ose çka kish dashur me qenë edhe tek një politika aktuale.
ku për shembull që cikë dhe vetë japin shtete të ndryshme produkte falas në hapësira publike. Pas tentimit të tij të parë publik për të folur në gjuhën gjermane në kuvent, kur fliste për termin Vergangenheitsbild, nejse, Kurti bëri tentimin e tij të dytë për të folur në këtë gjuhë. Nga burime jo zyrtare, besohet që kryeministri Kurti mund të ketë filluar të ndjek kurs intensiv të gjermanishtes, andaj edhe po i shfrytëzon paraqitjet e tij publike për t'i ushtruar aftësitë e tij. Donse urojmë që ky nuk është edhe një rast i radhës i tentimit të ikjes së trurit nga Kosova. Për më shumë, ndiqeni materialin në vazhdim. Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi nismës për lidhjen e marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, përfaqësuar nga Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. Nuk e di, Donika lexova si duhet, Gizi, për projektin për promovimin e sipërmarrjes. Ky projekt është iniciuar duke pasur parasysh Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. Vergangenheitsbewältigung. Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. Nuk e di, Donika lexova si duhet, Gizi, për projektin për promovimin e sipërmarrjes. Ky projekt është iniciuar duke pasur parasysh dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, përfaqësuar nga Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit. Nuk e di, Donika lexova si duhet, Gizi, për projektin për promovimin e sipërmarrjes. Ky projekt është iniciuar duke pasur parasysh përvojën e ndërtuar gjatë bashkëpunimit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Gizit në kuadër të fondeve të zbatuara nga qeveria gjermane për diversifikimin e fermave dhe aktivitetet alternative në zonat rurale në Kosovë. Nocioni Overcome the Past është konceptualisht dhe literalisht në original i quajtur gjermanisht Vergangenheitsbewältigung. Tash me qenë se aksenti im është padyshim jo i duhuri, i shoj këtu një audio se si thuhet kjo fjalë, gjermanisht prej se cilës është marrë koncepti. Vergangenheitsbewältigung. Po, ndoshta pak qetësi ndihmon. Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbewältigung. Tash me qenë se aksenti im është padyshim jo i duhuri, i shoj këtu një audio se si thuhet kjo fjalë, gjermanisht prej se cilës është marrë koncepti. Vergangenheitsbewältigung. Po, ndoshta pak qetësi ndihmon. Vergangenheitsbewältigung. E kur jemi tek gjermanishtja, fluturime në Vizer nga aeroporti i Kukësit për në Vjenë, Basel, Karlsruhe dhe Memmingen vazhdojnë të kenë çmime për toke. Për shembull, Benita nëse dëshiron të shkosh në Vjenë të martën me 16 maj, çmimi është 19,99 euro. Si të shkosh në Sarand? Ec e mos fluturo. Me që po flasim për udhëtime, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi e ka konsideruar migrimin si diçka normale, duke e cilësuar atë si pjesë e tendencave të individit dhe familjeve për të përmirësuar standardet e jetesës. Me këtë vlerësim, duket ka ca të lashe Berat Buzhala, i cili vjen me një video reagim. Ta ndjekim. Qysh mund është mi thonë dikuj i poshtër, pa i thonë i poshtër, pa e përdur fjallën.
Qysh mundesh mi thonë dikuj mashtrus, pa pas nevojë mi thonë direkt mashtrus. Qysh mundesh mi thonë dikuj gënjeshtar, pa pas nevojë mi thonë gënjeshtar. Çe? Një gjë është me përhap panik, ku vazhdimisht në ballinat e lajmit thuhet po ikin mjekët, po ikin infermierët, po ikin këta, dhe një gjë tjetër është me mendu pozitivisht për shtetin edhe me ol me bazu në informata. Në qoftë se i bazohemi në statistika, në Kosovë nuk është të ndodhë asgjë ndryshe nga ajo që ndodh në Bullgari, në Kroaci, në Serbi, në Shqipëri, në Maqedoni dhe gjithmonë tjetër. Andaj unë besoj që përhapja panikës dhe dëshira që të krijohet një ambient ku secili mendon të largohet nga vendi, jo vetëm që është qëllim keq, por do të jetë edhe e dështuar. Që kjo është Besnik Bislimi sot. Tash. Qytetar të Republikës dhe deputet të Kuvendit. 2 vjet më herët. Njerëzit më shumë po ikin se sa që po shkojnë. Kur shkon është e rëndësishme. Pra, rasti më ilustrativ i mashtrimit gënjeshtrës për hapjes panikës. Dhe këtu më shumë kemi të bëjmë me ata të cilët po ikin përgjithsisht prej Kosovës, sesa me ata që specifikisht po shkojnë në ndonjë vend të caktuar. Njerëzit ikin nga ky shtet sepse iku edhe prokurori Njerëzit ikin nga ky shtet sepse iku edhe prokurori në 2019-ën. Në 2023-ën, zëvendësi thot, njerëzit ikin nga ky shtet sepse trendi është i tillë. Në Kosovë nuk është të ndodhë asgjë ndryshe nga ajo që ndodh në Bullgari, në Kroaci, në Serbi, në Shqipëri, në Maqedoni dhe gjithmonë tjetër. Pra, 3-4 vjet ka dallime. Në qatë ko pas ka nikë se ka ikë prokurori i cili s'po kthehet, tash, si mas Besnik Bislimit, po ikin sepse trendi është i tillë. Si puna e Les Blokajt nga kryeministri e qeveria. Kosova është një vend prej nga nuk po ikin kriminalet, por po ikin prokurorët. Fakt, nuk po ikin kriminalet, i kena dhe matutjen qeveri, po ikin prokurorët, i cili vazhdon më koni ikon prokurorin fjalë që ky e ka lavdu edhe i ka thur epitetet më të lartat, ai po vazhdon më kon Amerikë me shkru statusa. Edhe ish ambasadori amerikan Greg Delavi me 15 gusht të vitit kaluar, pa të thënë, po citoj, kemi parë friksim të hapur politik dhe institucional përmes kërcënimeve dhe sulmeve personale kundër një prokurori. Është e pabesueshme, domethënë, çysh mundet një njeri që ka shpejt mi ndryshu të gjitha qendrimet të mundshme. Aktualisht, kryeministrin këtë kohë si shef i opozitës po e denoncon Ramush Haradinajn për kërcënimet që ja ka bë Eles Blokajt. Edhe po e citon ambasadorin amerikan, qysh kë pas ka thonë që ka sulme ndaj prokurorëve. Tangojna që ka po thot është Albini për prokurorin tjetër, Blerim Isufajn, nga pozita a kryeministrit. Ekziston një disponim politik negativ ndaj qeverisë son. Dhe jo vetëm ndaj meje si kryeministër, po ndaj qeverisë son. Dhe jo vetëm ndaj qeverisë son, por dhe ndaj pushtetit të ri të dal nga 14 shkurti i vitit 2021 nga zgjedhjet e lira dhe demokratike të cilët e sollën ndryshimin e madh në Republikën tonë. Dhe kjo lidhet më shumë se me askë tjetër me figurën e prokurorit Blerim Isufaj. Pra, ngjashmëria nuk ka qysh më kanë ma përafërt, përveç se Ramush Haradinaj për atë qysh e batemnin që ikin Amerikë, kishte të bënte jo me nuk o kon të hetu diçka korrupsion nëse gjona tjera, është kon të hetu listat e veteranëve. Ky po e sulmon prokurorin Blerim Isufaj për rastin e Kekut. Po thot qysh nuk bën me elan një prokuror till pa e dhon aminin edhe ky. Hej, janë veç 3-4 vjet. I kanë ndryshu gjitha qendrimet për edhe për tribunalin, në fakt. Qendrimet për ikjen e qytetarëve, qendrimet për sulmen ndaj prokurorisë
gjitha qëndrimet i kanë ndryshu në një afat rekord e pabesueshme. Një kompleks banesor i papar deri më tani në Kosovë po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje ju ofron një jetë luksoze. Ka intervistuar deputetin Fatmir Humolli, i cili ka dhënë dorëheqje nga grupi parlamentar i vetëvendosjes. Ai ndan eksperiencat e tij si antar i këtij grupi parlamentar dhe si ndihet tashmë i ulur në bankën e fundit. E pyeta, "Do një kafe?" Më tha jo, vetëm një gotuj, ka që kam nevojë. Në zyret e Berati është Fatmir Humolli, deputeti, i cili është për momentin i pavarur. Ka qenë i lëvizjes së vetëvendosje, kena shumë për me fol, po ka diçka me bankën e fundit. Let's go. Hajde. Qysh e lype, një gotë uj. Pasë të ishte kafe. Qysh e ne, edhe një mirë. Këta që konë vetëvendosje janë dijet njërë. A një mirë, si zoti Humolli mirë. A Fatmir, zoti Humolli, Fatmir është ta ma mirë. Për mu Njaj. Baba ma kanë gjitha me Fatmir. Baba ma kanë gjitha. Baba ta kanë gjitha? A ka po si kanë familje shtë që ke trashëguar në të kona jo? Jo. Zakonisht të na i kena? Jo, i kanë thonë për një amel tjetër, edhe kur u shku me regjistruat e atje, si ka kujtua, ma kanë gjitha me Fatmir. Më interesant se qërë edhe Fatmir se idiot, po ketë në lap ka pas Fatmira pak ma shumë se za në pjesë tjera. Jo, u kanë kohë kër kanë dosht mu dëshmu si shqiptar. Interesant, a? Është që e periuda, tash 68, po me hershme që njerëz kanë fillu me mendu. Tash që e general tash neve na ka pregadit për me po venin që duhet. Ma ki fëmija, e këtë gjithë emrat? Te emrat si kur baba jeta jo? Jo. Jo, okej. E këtë gjithë ndryshe? Jam gjithë emrat shqiptar. A në gjini që a në një farë... Mo të kom intervistu, po Fatmirin... Kena pikpomjet kënë pe fillimit këla posë. Pe fillimit. Amo kur njeri ma tolerant... Qërën, i ka taku qësoj LKÇK-së dhe akronimi do këtë agresiv, LKÇK, do këtë nervës do këtë akronimi. Po, unë nështë ta ka mundësia pa ta intervistu për herë të parë para një 20 vjetë nështë ta, një më konë në zërë janë kuha, e gjithë më ka thy me butësi, kur se këmë posë, i ka bindjet radikale, po nuk i ka paraqitjen radikale. Që këtë thot ka bindje radikale, u për thëmë në këmë realist. Ko radikale Mirë. Që këtë djetë me zhjithë me debati jetë. Fantastike, muhabetin gjitha këna post mira. Kjo është, Fatmiri është, që më thonë, epitoma njerit, që ti mund është më konë absolutisht i bindu një ditë tuja, ama mund është mi thonë mirë patësura, pa u do këtë nervëz. A dhe në kuvend kërë këtë bëha? Jo, është për mu, për shumë njëri që më përshtatet, veç pëse e din mendjen të me, do këtë i poshtër. Jo, shumë ma korrekt është për... Janë një 60 veta në kuvend që në përshtatë. Që është ma korrekte me thonë mendimin e vetë, ballavaqimi me mendimin të pasuron. Për shumë, e ko mendimin tem, aje ko mendimin ndryshe edhe na pasuron të dyve. Unë e kom pas këtë problem gjatë ilegalës.
Shame ka një kategori, kur na bëshin informacionet që shkishën qef na. Po, ja po qefit. Inxinjerume. Sikur, për shembull, drejtori është në zyre, ai nuk mund të gjithë shkofshin me përcjell, po i ka informacionet. Na tash ishim në legale, njerëz na veshën. E hysh drejtolla, është dëshmor, ai sa herë vike gjithmonë shtyke me neve. Po dhe ushtyke në kuptimin, e tash na e krijeshëm realitetin objektiv për hyzdrisë, jo për aty në informacion. Na kishim nevojë për unitet. Mbrana të burgosëm politik, po ishim tash edhe një kategori, hajna, vënues, shqiptarë. A bënë të bashkë të? Pa çfarë bëshëm bashkë. Edhe tash pas çore e krijuam një unitet si shqiptar. Edhe tash ata që i theshin vetit bukur kriminala, sa nuk uzeshin ballafaqum me neve. Se na jeshëm një për gjithë. Pavarësisht që është për shkak për një dënim. Tjetër, e që smujtë me gjetit unitet në VV, me i bërë që ta? Po, është tash, kur janë të lirë, njerëz kanë... Duta të bashkë. A e kështë me kanë me bënë VV këtë lafë, që të lafë? Ata i kanë mojtë të gjaka pas vetë Këtë perate e të, për shkak tej 2004, VV-ja shumicën këta grupi që janë konë me Albinin, se VV janë bëhë ma vonë, se VV në ka ndërtue kë vllai Liburnit. Po, që shëvame? Fatosali, edhe këta ja kanë morë qatë program Fatosit. Më ne kanë e Fatosit. Po, dhe Fatosit, kërë së përnë e da bashkë për një vemë. Po, përshë me Albinin, e patë një parë. Edhe, tash kërë bëshin protestat, unë i kisha një generat 3 Lëkëqkës, edhe i thesha, dilni ju në protesta, se për mu ish jo korrekte tash një luftar, ju ka me pushkën krah, me dalë me protestu, me ofendu një policë, ose me gjuhë dikon me vohë, ose me të këptim. E në këvend tash e dalë në banë të funit. Po tash... Jam ka ty të rja. Konceptit në dumit nuk ka ndryshu, për shumë vetë vendosja, për shumë fëshati ka marrë të i besu popullit. Tash vetë vendosja nuk i besu popullit. E që të kuvendi, jam ka 5 herë, dhe bashkë e kompërtitet me vëmendje, që je pak i veçume atje. Po tani vishin do musafir pak. Vike i Sarkorinica, tani vike Marramani, Liburnin, që po bisedohet të ta, më nështë me ka të pak? Ja, është mu, për fatëm respektojnë, kretë deputeteve vetë vendosje, se dhe qeveria, nuk është që së më respektojnë, se në këmë thonë qartë, nëri këmë thonë mrana në grupë parlamentar, pikpomjet e mija që nuk jeni me mu, edhe tash edhe në kanë pas mërësi edhe më përcil në hapta nej. Tash asë një s'ka mërësi më thonë Fatmir, pëse na lenë lëqë. Në këmë thonë, ju këni lonë mu, se në fëshata elektorale është që shkëmë thonë une. Nuk është fëshata elektorale që shkënë një të punu sëllë. E a ka qështu shumë njerës për personin që na i dina? A do ka njerës që përdojnë më bashkush atje të qaj farë? Bon ka fundit, bon ka parë. Bon ka parë. Pa da posë që ka njësë. Unë nuk du me imponu as me ftu kërkën për pe e po a i vetë. Se tash mund nuk është emergjente me gjdo kusht me konë që shëmëne. Se tash kanë mërësi pak ma ndryshe me zhvillu. Unë besoj edhe në shumë që edhe fushat elektorale, këmë thonë, nuk kemë punëtor, sa ka venet punës që mujna me kriju. Edhe, këmë thonë, Gjermania në kilometër 4 është me varfën se na. Edhe është absurde me thonë, tash nas po kena mundësi me kriju venet punës. Me thonë, është veç dëpsi... Nas po dina me kriju. A kënë tërme me levizme na i partia, po dhe me... Ja, nuk me... A je i vetëmi i pavarë për momentin? Ku vend? Edhe Akia. Akia, du më thonë, tjetër koncepte ka shkput ato për i vedvendosjes. Mi që sharake be thatë me që ajo i shkull hakis aty të tavolinë dhe të karriga. A të ndodhë vila Jo, është për mu kanë respekt s'pak. Në respektin të abonë edhe kundërshtari edhe mitë. E të ma puna me shpatë shrutina. Sa li zyve, në bravo. Edhe mu ka do kjo korekte me nejtë mo ato. E në Albinin, a ki kontakte me tashti personalisht jo? S'ka me bisedu, se tash mo biseda... S'ka me kur qamë dhe folme me ta? Na i këna sharu me ku. Ose a i duhet me përmbojt fjallëve, ose nuk ka vend mo. E qka për të thot aje, si arë që t'jem kështu? Jo, s'këm tentu me bisedu. Jo, me Hegularin, me ministrin e ke pasë,
Të polemika? Jo, Korona kena pas polemika për slartin, kuptojnë se më ka do shumë naiv, edhe ka marrë sektorin që shumë sikur puna e zemrës njëri, sektori financave është zemra. Absolutisht. Edhe tash, kur nuk punon zemra, gjithçka shkon keq. Edhe ajo është çast shumë është i papërgjeshëm sa nuk e kupton çka ka ndodhur. A mendon që nuk e del? A bën kështu? Unë po kam dëshirë që se del. Sa i mira, Pyela, bro, e kemi bisedu, kanë gjatë me fol. Për shembull, s'kam bisedu me Fatmirin asnjëherë, unë çdo intervistë që vi bëj, po kam qenë ka pak edhe më shkunë të kaluamën. Na jena aty jetu me një situatë mjaft ndihshme, po na përsërisin historinë Fatmir, si më thonë. Është saktë. Është. Shumë faleminderit, Fatmir. Biseda pas me vonë interesante. E dëgjoni edhe kanë mëshirë në Nisënish. Faleminderit, shifemi. Tungi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka arritur majat e famës botërore me një shkrim nga prestigjozja New York Times. Ndoshta përmbajtja nuk është saktësisht siç ka shpresuar ai, mirë po prapë është arritje. Artikulli i New York Times me fokus në presidentin serb Vučić nxjerr në pa edhe 2 skenare të mundshme që mund ta ndajnë Kosovën, për të cilat thotë se po i lën pa gjumë liderët e Evropës perëndimore. Për të kuptuar se sa të frikshëm janë këto skenare hipotetike, ndjekim storje në vazhdim. Dërgon trupa përtej kufirit dhe anekson veriun e Kosovës. Huliganët serb të futbollit dhe bandat kriminale, prestigjozja New York Times së fundmi ka botuar një artikull duke ekspozuar lidhjet e supozuara të presidentit serb Aleksandar Vučić me botën e krimit. Ndërsa si fillim, në këtë artikull shkruhet se si Serbia është një mollë sherrri mes Rusisë dhe Perëndimit, duke u bërë kështu një vend me ndikim. Mëtej në këtë artikull diskutohen edhe 2 skenarë të mundshëm të përshkallëzimit të situatës në Kosovë që mund të çojnë në ndarjen e veriut të Kosovës. Aneksimi është skenari i parë hipotetik për të cilin shkruhet në artikull dhe për të cilin thuhet se i mban natën zgjuar udhëheqësit e Evropës perëndimore. Sipas këtij skenari, Vučić, duke përmendur një kërcënim për minoritetin serb, dërgon trupa përtej kufirit dhe anekson veriun e Kosovës. Serbët e tjerë në rajon më pas ikin nga shtëpitë e tyre ose kërkojnë më shumë ndryshime të kufimve. Kjo mund të shënojë fundin e marrëveshjes së Daytonit, pakti ndërmjetësuar nga diplomati amerikan Richard Holbrooke, i cili u dha fund luftimeve më të rënda në vitin 1995, duke sjellë kështu edhe rishikimin e hartës së ish-Jugosllavisë. Pra, mund të shkaktojë një luftë tjetër. Edhe pa dhunë, rënja e marrëveshjes së Daytonit do të forconte politikën e solidaritetit etnik dhe autokracisë në të gjithë Ballkanin, është kjo që ka shkruhet në gazetën New York Times. Një skenar tjetër i mundshëm përfshin fshehjen e qëllimeve irredentiste të Vučić deri pasi Serbia të jetë pranuar në BE. Ky skenar i kalit të Trojës ka fituar besim pjesërisht për shkak të kryeministrit jo liberal të Hungarisë Viktor Orban, një aleat i ngushtë i Vučićit, i cili ka lobuar me zell për pranimin e Serbisë. Ai duket se shpreson se Vučić mund të ndihmojë Hungarinë, një antare që nga viti 2004, që të drejtojë klubin evropian në një drejtim më populist dhe më pak demokratik. Përveç 2 skenareve që lidhen me veriun e Kosovës, New York Times po ashtu e godet presidentin Vučić, duke thënë se zotron një pushtet të jashtëzakonshëm në rajonin e Ballkanit. Ndërsa thekson se gjatë 9 viteve të tij në pushtet, huliganët serb të futbollit dhe bandat kriminale janë përfshirë në politikën e paqëndrueshme etnike të rajonit dhe kanë ndihmuar në nxitjen e kryengritjeve serbe në vendet e tjera të Ballkanit. Mëtej, në këtë artikull përmenden edhe lidhjet e Serbisë me Rusinë dhe bashkimin e shumë serbëve në grupin paraushtarak rus Wagner, që e dim të gjithë që në shumë luftra ku ka marrë pjesë ka pasur një histori të rekrutimit të kriminalëve. Në gazetë shkruhet kështu: gjatë 9 viteve në pushtet të Vučićit, huliganët serb të futbollit dhe bandat kriminale janë përfshirë në politikën e paqëndrueshme etnike të rajonit dhe kanë ndihmuar në nxitjen e kryengritjeve serbe në vendet e tjera të Ballkanit. Disa prej tyre shprehin besnikëri ndaj Rusisë. Disa serb janë bashkuar grupit paraushtarak Wagner, i cili ka historinë e vet të punësimit të kriminalëve dhe gjithashtu ka të postuara video rekrutimi në gjuhën serbe për luftën në Ukrainë. Ndonse duket se her pas here Vučić e qorton grupin, Serbia mbetet në mes Rusisë dhe Perëndimit, duke e vendosur në këtë mënyrë Vučićin në një pozitë me fuqi të jashtëzakonshme. Pra, në rast të një krize, ai mund të vendosë nëse rajoni i Ballkanit do të shkojë drejt paqes apo do të kthehet në dhunë.
Kryeprokurori në rastin e Slobodan Miloševićit në Hag, zotri Jeffrey Nice, në një intervistë me Nacionalen, foli rreth mundësisë së Kosovës për ta paditur Serbinë për gjenocidin si të ligjshmërinë e gjykatës speciale në Kosovë. Ta ndjekim. Kanë kalu 20 vite prej kur njëri për emrave më dashtën prej viktimave të luftës në ish Jugosllavi ka qenë Jeffrey Nice. Kur është arrestu Slobodan Miloševići, kasapi i Ballkanit, çdo viktim e krimeve të tij e ka pas një figurë dashtën, prokurorin e Tribunalit për ish Jugosllavi në Hag, Jeffrey Nice, cilin sot e kam të ftuar te ditari i Buzhalës. Mr. Nice, thanks for coming. My pleasure. How is the judicial system in Kosovo? Do you think that we are making progress? Do you think that we would be able to have a court here instead of sending somewhere else? There is, I think, a general proposition that people overlook, namely that a country such as yours has a sovereign right to deal with crimes committed on its territory and to deal with them itself by its own people and indeed in its own language. Yeah. I think everything about the history of the special chamber or specialist chamber is quite extraordinary and most unusual. And it looked like that from the moment when the Marty report was published, and then turned to for the provision of Williamson's investigation, and then for the establishment of the special chamber. And at every turn, now you need to know that I was involved a little bit in this, working for the government, for Thatcher. I got on perfectly well with Thatcher. I have no idea whether of the charges laid against him he's innocent or guilty. I know nothing about it one way or the other. I'm not concerned about that. I was concerned about the process, which seemed to me to be very unusual. And so I reviewed all that evidence without coming to Kosovo, without discussing it with anyone in Kosovo, and concluded that Marty's report was essentially empty. There was nothing there. And if you read it carefully, as opposed to with an eye hoping to find something there is nothing there. Marty's report is written by someone who knows English well, who speaks it well, and who knows the difference between evidence as a word, proof as a word, or I think the words he uses is indication. He didn't really identify any evidence. Yeah. But the overall feeling of the report was bad for Kosovo. But it's also worth bearing in mind that there were 3 wars in sequence, really: Croatia, Bosnia, Kosovo. Allegations by Serbia about forced organ harvesting were first made about Croatia. Oh, they did before coming to Kosovo? Then about Bosnia. Wow. And then about Kosovo. So they tried in 2 other countries? It's one of those things that gets said in war, but maybe completely without foundation. And it appears to have been completely without foundation now. Can Kosovo Assembly, would it be able to do something now? Or now it is too late? I don't know if you were aware, but Dick Marty recently in Switzerland said they caught Serbian Secret Service trying to kill Dick Marty. Yeah, I know. To make things even much more messier. So how do you read this? What is Kosovo's position? What would... Well, I really don't know that I can express an opinion or advise further. At an earlier stage, when you parliamentarians or assembly members were being forced to vote, when your president was being compelled by Catherine Ashton to force the issue through, at that stage, there may have been things that could have been done by Kosovo through its president or through its prime minister. I suppose Thatcher was prime minister at the time, to confront the Europeans and the Americans who were supporting
creation of the court. They were saying at the time, if you don't do it, UN will do it. And it will be much worse for you. I don't know how... That's what they were saying. Yeah. But those options are no longer open because the court has been established. Yeah. And so it may be too late. But it was open to them at that stage and earlier to confront what was happening. And they didn't. They were advised, they rejected the advice. What somebody like me can't know is just how powerful the forces of outside governments, America in particular and the Europeans, is on a country like this. I just don't know. And I can't possibly criticize anyone, the President, the Prime Minister, or you as an Assembly member, for yielding to pressure when it is applied. Yep. But what your viewers need to consider is this. If a court is established for what look like oblique reasons, because on one reckoning, the court is serving the interests of Serbia, rather more than it's serving the interests of Kosovo, if it is serving Kosovo's real interests at all. If you see something with apparently oblique purposes, if you do, and the means of its construction are not completely open and apparent, and a construction that was subject to the force that you've described as an Assembly member, yeah, and that has been well recorded elsewhere, and your viewers may want to wonder whether that court is properly a court delivering on the rule of law, or whether it's doing something else. I don't know. But I understand it is still being considered that genocide should be raised as an allegation by Kosovo against Serbia. Okay. Now, it's true that in the indictment of the ICTY, genocide was not alleged so far as Kosovo is concerned. But it may be there were timetable reasons for that, because the Kosovo indictment was confirmed before I went back to prosecute the case. As it happens, that's not important. And the trial started very soon after I got back. It was all condensed into a very short period of time, and the judges decided that Kosovo should be tried first. So it may be that with more time, or if Kosovo had been tried as the third, not the first war, then maybe consideration might have been given by the ICTY to expanding the indictment to include genocide. Because it can be said, and has been by some, I think, that so far as evidence is concerned, there is powerful evidence of genocide where Kosovo is concerned. Okay. As powerful as there is evidence of genocide for Bosnia. But remember, genocide is a very difficult crime to prove. It's a crime that depends not on the outcome. Typically, it's associated with the terrible outcome, but the crime is in the mental state of the person committing it. So the aim. The aim of the person to eliminate a group. So nobody should get overexcited by knowing, if it is the case, that your government is considering bringing an application or trying to bring an application to the International Court of Justice. But, and this is a long answer to your question, which I'm not prepared to answer in terms of numbers, because I don't think that will help you, your listeners, or me. But it is interesting to note that it is still possible to draft, maybe, a narrative, a history that would suggest genocide.
but they would say that since we are not part of UN, we are not able to submit regarding the genocide. There's another problem for you. Mr. Nice, it was a pleasure to have you here. Not at all, my Thank you for your views and for your opinions regarding this case. I really appreciate, and our viewers appreciate. Thank you very much. You're welcome. Ministria e Drejtësisë i ka obliguar mbi 900 kandidat që t'i nënshtrohen provimit të jurisprudencës, të marrin plot pagesat, t'i paguajnë e t'i dorëzojnë ato brenda ditës. Nëse aplikantët nuk e kanë bërë këtë procedurë sot, brenda orarit të caktuar, ata humbasin afatin për provim. Pse ka ndodhur kjo, na tregon Leonora Kolukaj. Maltretimi i kandidatëve për jurisprudencë. Në këtë ndërtesë që sapo e pat në pamje, sot në mëngjes ka qenë hallakom. Siç thonë në gjuhën popullore, kanë vlu njerëzit. Po çka ka ndodhur? Ministria e Drejtësisë, përmes një publikimi në faqen zyrtare, ka njoftuar se kandidatët të cilët kanë aplikuar për dhënien e provimit të jurisprudencës për afatin e majit të 2023-s, provimin me shkrim do ta mbajnë me data 13 dhe 14 maj. E afati i pagesës ka qenë vetëm sot, pra data 10 maj 2023, duke filluar nga ora 9 në katin përdhes të Ministrisë së Drejtësisë. Edhe pse e njëjta do të duhet të publikojë online, ndërsa kandidatët më pas ta kryenin pagesën dhe ta dërgonin flet pagesën. E pagesa konsiderohet e vërtetuar vetëm kur kandidati dërgon flet pagesën prej bankës prapë në ministri. Përndryshe e humb afatin e provimit. Mua sot më rastisi të isha aty. E disa persona të tjerë që po presin në rend më njoftuan se herave të kalume, edhe pse ka pas më pak aplikues kandidat për provim, afati për me i kry pagesat ka qenë 3 ditë. Ndërsa këtë afat, lista e kandidatëve që ju është aprovu kërkesa për hyrje në provim ka qenë më e fryrë. Sipas listës së publikuar, gjithsej janë 919 kandidat, pra për pak me mri një mishin. E duke pas parasysh se procedurat për pagesë duhet të kryeshin brenda ditës, situata në ministri ishte hallakom, pritje me orë të tëra. Unë personalisht pra qëllova në këtë pritje, dhe e pash prej afër lugën e cila u kryua qysh para orës 9. Mua më dash me prit në rend afro 1 orë e 40 minuta për me marrë një letër që me mujt me kry pagesën. E pastaj, me shku diku më së afërmi në ndonjë bank për me përfundu pagesën e me u kthy prapë në ministri për me dorëzu letrën. Personat që ishin aty kishin udhëtu edhe nga qytetet e tjera, më larg Prishtinës, pra pat prej Prizrenit, prej Gjakovës, prej Mitrovicës, të cilëve ju është dasht me u zgju herët edhe me ardhur në ministri për me kry këtë procedurë. Me u bloku pra atë ditën se përndryshe kishin dështu dhe s'do të mund të merrnin pjesë në provim. Sigurim nuk pash fare e as kish ndonjë njeri që mbante rend. Kush mujke, heke ka pak si tinza. E plus, ja vlen mu cek se provimin e kanë saktuar më mbajt në Mitrovic në Universitetin Isa Boletini. Pra, kandidatëve ju duhet prapë më udhëtu edhe në ato 2 data që pak më nalt i përmenda. Fillimisht, shikojeni këtë pamje të cilat janë rreth orës 9:20. Pagesën e përfundova, e këshyrën e tash sa njëri ka qenë duke prit ende në rend për me mujt me marrë një letër. Po du me ju të regu që krejt procedura të kryeshin me kimik e jo në mënyrë elektronike, dikush në fillim me një laptop kinë se menja i verifikoj ke kandidatët. Gjithsesi, unë i dërgova email edhe Ministrisë së Drejtësisë, ku pyetja ime kryesore ka: pse është reduktu numri i ditëve për me përfundu pagesën për provimin e fjalë bashkë kur është rrit numri i aplikantave? Kush jep përgjegjësi nëse një aplikues nuk mund t'i kryej pagesat shkaku i kohës së limituar? Fatkeqësisht, deri në këto momente nuk mora përgjigje. Po gjithsesi, besoj është e kuptueshme se sot qysh e patë kanë pas bagi lugë në ministri, e garant nuk kanë pas ku as me kthy email. Unë uroj që krejt kandidatë të cilët kanë pas me përfundu pagesën, uroj që e kanë kry pra këtë procedurë dhe pse kanë pas lugë, e uroj shumë suksese në provim. Tani vazhdoj me storjen e radhës. Që nga bashkëpunimi Gold AG dhe Shyrete Behluli, më i çuditshmi në kohët e fundit në mediat shqiptare mund të konsiderohet ai i Invamulës me Ghetto Gjizi.
Sidoqoftë, ky bashkëpunim ishte zhgënjyes për gazetarin ton Burim Pacolli. Për më shumë, ndiqeni videon. Që pikërisht Kresha kur hen, unë menoj që shkatërrohet kjo kongë. Të rinë që të moment sa fillon Kresha, gjithçka është në rregull. Zhgënjimi më i madh që kom mujt me një, u kom verë si MC Kreshës, pjesa MC Kreshës, të konga që i ka pas krejt predispozitat me konë legendare, e që është bashkëpunimi me Ghetto Gjizën edhe Invamullën, me emrin Jem Një. Jem Një quhet bashkëpunimi i parë mes dy figurave potencialisht më të pushtetshme në industrinë e hip-hopit edhe muzikës në përgjithësi nashta, të cilat unë për veti jëm konë skeptik nëse kom e mujt me i pa nejher bashk njëjtën kongë. Pak ma vonë kena me folë për versin e Kreshës edhe qyshe ka shkatru komplet kongën që menoj që performojnë në top form edhe Invamulla edhe Ghetto Gjizi. Fillimisht të këshyrëm që ka thët Gjizi. Papakat merën me mu pa ja dit halin vetit që 23 vjet halat u majt për pip të getit. Tu rrit ma shumë tu dit tu hop rrug për trit, tu pritu me ja gërdit këta zhullësa kur jenë gjit, niveli jo ndalën si nata me dit, i lo me reflektu nëse veç kanë me urrit. Për një kohë shumë të gatë është dokë që po zhvillohet një farë gare, një hip-hop veç mes dy kuajve. Kali i parë ishte Gjizi me grup, ndërsa kali tjetër vinte në formën e krejt reperave tjerë, krejt estradës, me krejt prej tyne që dukej se e kishin një problem me reperin Prishtinas. E kën vlugën e krejt vargjeve, e sulmeve, subkoshjente që po i venin nga gjitha anët, publikon të këngë si Enzomne, si kur dojkem ju kalzu tjerve që nuk kanë kur farënësie ajo që ka po thojnë. Prandaj, në sytë e mit, paktën, është fitore për Gjizën, bashkëpunimi me Kreshën dhe jo atë shumë për këto të fundit. Reshti i lo me reflektu nëse veç dojnë me urrit për shtatet pikërisht me situatën e Kreshës edhe ti. Që tash, te pjesa qyshe shkatëroj Kresha një kongë që pati potencial me konë legendare. Problemi vetëm që të kongë është Kresha. Lapsi i ti, këto është i raskapitën, përtac, i lodhën e i përsëritën. Edhe kjo evidentohet qysh në reshtat e parë. Qërne qysh janë nisë versin Kresha të konga Jem Një. Drejt prej mahallës, son të natë e madhe, fulle kena salën, hajde hajna halve, tu bo pare tu li fare, po du me lu fare. Një këngtare afer vetës, zoni si shkon fare. E kena stër dëgju që të drejt prej mahallës që të shprejen, e sidomos natë e madhe e halve, tepër e parashikushme edhe për tace. Për ma tepër, 3 herë e përmen lafin e të hangërmës, të ngrënjes. Me hangër halve, me hangër sarme, me hangër mac and cheese, s'pëdi, veç tepër e konsumume, sidomos edhe qaj e shpreja para prake drejt prej mahallës, qatë shumë e kena një, ose e ki për shtypjen që e keni prej ti, sa që sa herë thuhet tash edhe përsëritet, me njëherë krijohet një farë X-i big no për mu, se di për juve tjerë dëgjus të komunitetit hip-hopit, a e keni vrejt që të sanë shpesh të Kresha, që ja ka nis me overuse. Mos t'i shkon puna dollarve, s'më kishe pa fare. Isha kon me hajnat Spanjës të ti për dritare. Qita, okej, reshta solid, të pranushëm. Qita shqysh vazhdojnë zhgënjimi me njëherë mas asoj pjese. Zbëj për punë zyrtare, i vizatum takim prej nanve. I dëllë të një montanën, punë me të bardhën si pënane. Edhe këto vargjet, s'ka bif, tash hajna sarme, thjesht jenë stër konsumume. Në fakt është mirë me ilan me një anë qëto metafora për bif, që ndërlidhen pastaj me ushqime se thjesht jenë konsumu. Skema e rimave ma përtace fillon me qitë substancë. Për ma tepër, reptura e Kreshës nuk do këtë që po përshtatët fare me bit, edhe ndryshe fillon kanga me Gjizën, me Invën, edhe krejt tjetër kahje për të keq, i jep Kresha. Që ka që prej meje njerë, sa i përket kësoj konge prej cilës kom prit shumë, jo, mos harroni me na bo subscribe në YouTube, like në Facebook, like nacionale video, like TikTok, like në privat, Burim Pacolli, nej koment, nej kritik, nuk rënona dhe kur më shani, mos hezitoni.
Ky ishte i tërë materiali që kishim përgatitur për sot, për ju shikues të nderuar. Miropafshim nesër në të njëjtën kohë. Për të gjithë ata që nuk mund të na përcjellin në këtë kohë, mos harroni të na gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube. Miropafshim.